Arbëria midis lindjes edhe perëndimit, zhvillimet politike në shekullin e 11-14. Pushtuesit i justifikojnë veprimet e tyre me paaftësinë e vendasve për të qeverisur. Pra, ne jemi këtu se ju nuk jeni të aftë dhe të qeveriseni. Ju si mendoni, ishin të aftë arbërit të drejtonin arbërinë? Çdo thot principat. Principat ka si rrajnë fjalën princ, pra që drejton një princ një territor të caktuar. Ilirët kushtohen nga perandoria romake në vitet 168-167 para Krishtit. Romakët, perandoria romake, shpërbehet në vitin 395 të erës sonë dhe krijohet perandoria romake e perëndimit dhe perandoria romake e lindjes bizantinët. Ne tashmë jemi më shumë të interesuar për historinë e ilirëve arbërëve gjatë Bizantit, përderisa territoret tona hyjnë në pjesën bizantine. Në vitin 1190-1216 në territoret bizantine, kur Bizanti dobësohet, krijohet një principat me drejtues arbër, pra dhe njihet si principata e arbërëve. Më pas kemi principatat e fillimit të shekullit të 14, ku kemi disa princër arbëror që drejtojnë territoret shqiptare. Në vitin 1389 i jepet fund principatës së Muzakave, principata e fundit arbërore, nga principatat e fillimit të shekullit 14 për shkak të pushtimit osman. Pushtimet e huaja. Kemi disa pushtime, kryesisht në afat shkurtër. Mendojmë që në gjitha këto pushtimet, pushtuesit kryesor në vendin tonë kanë qenë bizantinët, por në kohën e dobësimit të Bizantit kemi të huaj të tjerë që dynden në këtë territor. Pra, kemi pushtues, vijnë të tjerë për të dëbuar këtë pushtues dhe për të na patur ne në hyjtjen e tyre. Në mesin e shekullit të 9 kemi bullgarët, të cilën në disa territori arritën deri në 150 vjet. Në fundin e shekullit të 10, serbët. Në vitin 1081 normanët. 1107 përsëri normanët vijnë. Në vitin 1185 përsëri normanët vijnë. Mbretëria e Sicilisë, pra e jugut të Italisë, drejtohej nga dinastia normane, që ishte me origjinë franceze, do ta shohim pak më vonë tek harta, të cilët sulmuan territoret bizantine ku ishin arbërit. Më pas kjo mbretëri kalon në dinastinë Hohenstaufen gjermane dhe më vonë në dinastinë Anjouine franceze. Pra duhet kuptojmë që kur në kanë pushtuar normanët, pra kur ata sulmuan territoret bizantine, ka qenë mbretëria e Sicilisë. Por drejtuesit e mbretërisë së Sicilisë ishin normanët, Hohenstaufen dhe Anjouine. Cili ishte synimi i tyre? Synimi i tyre ishte marrja perandorisë bizantine. Dhe ata kërkonin që të krijonin një bazë ushtarake në territoret arbërore, nga ku do të fillonte ofensiva ushtarake për të rrëzuar Bizantin. Pra qëllimi kryesor ishte të merresh Konstantinopoja. Kush ishte Konstantinopoja? Ishte qendra tjetër e dytë e perandorisë romake të lindjes. Pra ata që po drejtonin një pjesë të territoreve të perandorisë romake të perëndimit, pas rënies së saj, kërkonin që t'i bashkonin territoret e tyre edhe perandorinë romake të lindjes në pretekstin që dikur Roma kishte qenë një e bashkuar. Dhe këto territore u takonin atyre. Pra, territoret arbërore u bën arenë betejësh për bashkimin e perandorisë romake përsëri. Por që tashmë arbërit ishin nën Bizant, nën perandorinë romake të lindjes.
Fillimisht kemi bullgarët në mesin e shekullit të 9, në vitet 850-1018, thamë rreth 150 vjet. Ata erdhën nga Lindja në territoret e rumenjve Shkumbin, Devoll, Vjos, ecën përgjatë këtyre lumenjve dhe dolën në ulësinën perëndimore shqiptare. Vetëm Durrësi nuk arriti të pushtohej për shkak të Gjon Krisilit, i cili ishte arhondi i Durrësit, pra pris i Durrësit. Ai bëri aleancë me bullgarët sepse kishte prirje të mëdha për vetë qeverisje. Kështu që mundi ta mbronte Durrësin nga pushtimi bullgar. Pushtimi bullgar zgjati deri në vitin 1018, ku pësuan disfat nga bizantinët dhe më pas u tërhoqën. Shikojmë pak territoret bullgare, pra shtetin bullgar, përveç Durrësit thamë, pjesa tjetër u pushtua nga bullgarët. Por dallojmë që në pjesën veri perëndimore të shtetit bullgar, të pushtimit bullgar, kemi mbretërinë serbe, e cila kishte pushtuar territoret veriore të vendit tonë. Dhe në pjesën lindore dhe jugore të bullgarëve vazhdon ende perandoria bizantine. Por kur pushtohet perandoria bizantine? Kur dobësohet ajo vetë. Pra bullgarët pushtojnë në momente dobësimit të perandorisë bizantine. Shikojmë dhe shtrirjen më të madhe të perandorisë së parë bullgare gjatë sundimit të Simeonit të parë në vitin 927, pra zgjerimin e tyre drejt Arbanonit, drejt territoreve arbërore. Dhe në pjesën veriore kemi mbretërinë serbe. Dhe në jug perandorinë bizantine. Eci më tej. Pas largimit të bullgarëve, vinë serbët, të cilët kishin si synim të pushtonin territoret arbërore dhe bizantine njëkohësisht. Ata sulmuan nga veriu dhe patën si kryeqendër të tyre Shkodrën. Arritën të pushtonin dhe Durrësin dhe të vendosin trupat e tyre deri në territoret e lumit Shkumbin. Por psuan disfat nga perandorët bizantinë në Kostur. Si qendër e tyre drejt lindjes ishte Prizreni dhe Shkupi. Pra territoret arbërore ranë në sundimin serb. Por edhe në sundimin bullgar dhe në sundimin serb, arbërit qëndruan të bashkuar dhe nuk mundën të asimiloheshin. Por këto pushtime patjetër që patën ndikimet e tyre në mos zhvillimin e arbërve. Ja dhe mbretëria serbe me pushtimet e saj deri në një pjesë të mirë të Greqisë, në sundimin e Stefan Dushanit. Më vonë kalojmë me sulmet normane, të cilët thamë që kishin qëllim të dobësonin pushtetin bizantin dhe ta pushtonin të gjithë Bizant. Drejtuesi i normanëve ishte Robert Guiscardi, i cili në ndihmën dhe të Papa Grigorit të VII, papa kishte qëllim që të përhapte katolicizmin dhe zgjeronte territoret në lindje, dhe djalit të tij Bohemundit sulmojnë arbërinë. Fillimisht nga Vlora, Kanina pushtohen, Orikumi, Bylisi, Butrinti dhe vazhdojnë dhe drejt Greqisë. Sulmojnë gjithashtu edhe Durrësin, por Durrësin e mbrojti flota venetikase. Në betejën në jug lindje të Durrësit, perandori bizantin nuk priti që ndihmojë nga arbërit dhe u përball me normanët, ku perandori bizantin Alex Komneni u shpartalluar. Normanët avancuan drejt lindjes dhe më vonë u tërhoqën në mbretërinë e Sicilisë, pra u tërhoqën në Gadishun italik. Por sulmuan përsëri në vitin 1907. Në vitin 1907, në pjesën veriore të Shkumbinit, ende sundonte shteti serb i Zetës, i cili kishte malë Nezi plus Kosovë. Këtë radhë Bohemundi
kërkoi vendimin e arbrëve dhe shfrytëzoi mundësinë që arbërit ishin të pakënaqur nga sundimi bizantin, nga taksat e larta që kishin vendosur. Sulmoi nga drejt urtësisë perëndimore dhe shkoi drejt lindjes, por më vonë ai u tërhoi përsëri në territoret e ladishut Italisë në mbretërinë e Sicilisë. Vazhdoi me sulmin e tretë të normanëve në vitin 1185 dhe në fundin e vitit 1185. Pra pak a shumë një pjesë të vitit 1185. Nga ngulimi i dytë i Sicilisë. Sulmua dhe pushtuan Durrësin, pra erdhën me fuqi akoma më të mëdha. Territoret nga Durrësi deri në Selanik u pushtuan. Pra shkojnë në fuqizim të tyre, por më vonë pëshojnë disfat dhe të riqen. Ja ku i kemi normanët, të cilët nga gradishulli i Normandisë në Francë kishin pushtuar territore në Angli. E kemi bërë një historinë e klasës së 10 që anglo-saksonët u pushtuan nga normanët dhe pushteti qendror u kthye në norman, kurse pjesa tjetër e popullsisë vendase ngeli anglo-sakson. Por normanët kishin pushtuar, edhe kishin krijuar dhe mbretërinë e dy Sicilive në jug të Italisë. Qëllimi i tyre ishte pushtojë Konstantinopolin. Këto pushtime nuk lejuan zhvillimin e pavarur politik në territoret arbërore. Dobësimi i perandorisë bizantine çon në krijim e principatës së Arbërit, pra një ngjarje e re dhe shumë e rëndësishme. Shteti serb të Rashës në veri dhe despotati i Epirit, despotati i Artës në jug. Krijimi i principatës së Arbërit. Principata e Arbërit ishte autonome. Me lejen e perandorëve bizantin, ata mundën të qeverisin 1/3 e territoreve shqiptare. Pjesa tjetër ishte nën despotatin e Epirit, mbretërisë serbe të Rashës, shtetit bullgar në lindje. Por kemi edhe territore të cilët ishin nën pushtetin venetikas, pra Durrësi në këtë rast. Ishte autonome, nuk ishte e pavarur, me qëllim i kishin premtuar perandorit bizantin që do t'i çonin dhe do i jepnin ushtar në kohë lufte. Besimi fetar i tyre ishte katolik. Kryeqendra ishte Kruja dhe drejtohej nga familja e Skurave me origjinë nga Tirana. Lidhën aleancë me Papën e Romës dhe me Raguzën. Raguza është Dubrovniku i sotëm. Cilët ishin këta drejtues? Progoni në vitet 1190-1198, djali i tij Gjini 1198-1208, Dimitri, i cili e fuqizoi më shumë principatën e Arbërit deri në vitin 1216 dhe pas vdekjes së tij në 1216 sundon e veja e tij, pra gruaja e Dimitrit, plus Grigor Kamona, bashorti i dytë i saj. Më vonë, bizantinët vendosin një feudal bizantin në cilën në vitin 1257 shënon edhe renin e principatës së Arbërit. Por pse ka rëndësi principata e Arbërit? Ai ishte një shtet, ishte element e shtetit principata e Arbërit. Ajo kishte stemën e saj, të cilët e gjejmë të gjendur në origjinalin e saj. Kishte stemën, kishte vullën, kishte simbole shtetërore. Rëndësia e principatës së Arbërit qëndron se hodhi themelet e traditës shtetërore të shqiptarëve. Pra, nuk ndërtoi shtetin në të gjithë pikpamjen e tij, por hodhi themelet e një shteti. Pra, krijoi elementet fillestar të shtetit shqiptar. Pra, arbërit dinin dhe mundin të sundonin. Çliroi nga pushtuesit e huaj. Ishte bashkimi i parë politik në territoret tona që nga pushtimi i Ilirisë në vitin 1168 para erës sonë, krijoi kushte për zhvillim ekonomik, shoqëror, politik e tjerë, kushte për konsolidimin e popullit shqiptar.